Porto Romano, morën pjesë 5 kompani. Po, ku vajtën? Dhe kompania më serioze, kjo është për mendimin tim gjithmonë, ka qenë kompania Vinci SA. Është kompani franceze, një multimiliardere si kompani. Vetëm kaq të dini. Kjo kompani, vetëm punonjës, ka 290.000. Pra ne, gjithë aparati shtetëror i Shqipërisë ka 200.000 punonjës. Berisha ja la me 100.000, kjo i bëri 200.000. Ajo është një kompani që ka 290.000, i ka vetëm punonjës. Okay. Për që ta kuptoni se për çfarë kompanie po flas. Vetëm në 2024 ka për 80 miliard euro xhiro. E përjashtuam në këtë? E përjashtuam në këtë. 80 miliard. Vetëm fitim që ishte 6 miliard euro. Neto, 6 miliard. Okay. Sa që kemi në buxhetin ajo kishte fitim. Këtë kompanin, Vinci, ne e skualifikuam. Këto është të kapësh kokën me dorë. Pas kësaj ishte një kompani holandeze, e cila ka bërë dhe ankimin. Kjo kompania holandeze ka bërë ankimin. Ndoshta këtu po amendzoj, e ka bërë kjo kompania holandeze dhe jo Vinci edhe për shkak të ndonjë prestigji, sepse kuptoni domethënë se sa ofenduese mund të jetë për një kompani si Vinci që mos i japësh portin një 400 milion euro. Tangohet për portin e tut. Tangohet se ajo mund ta ketë një investim që krejt normal. Vinci ka ndërtuar porte, aeroporte, stadiume, hapeni se aty e keni në Google. Okay. Kompania e 5 ishte kjo për kompania Cipriote, që kishte burimin e financës në Ishujt Kajmen, dhe për cilën tha Premçin përpara që kishte ka këta rusët nga mbas. Kësaj do të jepte zodiaku i Surrelit. Kësaj. Qerënditet e 5. Qerënditet e 5. Ja, që këtu tani kuptohet sa serioze është qeveria shqiptare. Në momentin kur kompania holandese bëri ankesën, atëherë normalisht filluan edhe Bashkimi Evropian, edhe Gjermania e para, që tankoheshe, edhe dhoma amerikane, edhe NATO dhe të gjithë. Tani sepse Porto Romano është vend strategjik. Po të them edhe një herë tjetër, nuk është për ne, është për brezat. Është një porti Durrësit sot, nëse është ndërtuar në kohën e Teutës 2000 vit përpara, po edhe ky port i ri duhet mbaj këtë lloj kapaciteti historik. Edhe ky porti ka qenë port historik. Edhe ky port. Janë gjurmët, edhe sot është muri ekzistuar si portit dhe atje është tallur me arkeologjinë shqiptare. Po ato se ka. Në përkëmbur gjithçka që Porta Romak, prandaj quhet. Është në përkëmbur kultura ilire disa mijëra vjeçare, është tallur nga qeveria shqiptare. Edhe pastaj shkojmë këtë nivel. Do kalosh në një ka përplasje të faktorëve të brendshëm, tha kryeministri. Po lama le mos dëgjoj kryeministrin tani të lutem më Kush mund të jenë faktorët e brendshëm? Po ka faktorë të brendshëm mbi kryeministrin. Po si Ram Geci me brendshëm të cilët kanë interesa që kenë lehtësi ke porti. Po cili më kush Kastrati, çet Kastrati ka? Grupet kriminale. Grupet kriminale. A e mendon ti tani atje ka konflikte midis atyre që tregtojnë hekur dhe atyre që tregtojnë karburant. Po e kupton tani një port që është strategjik për korridorin e 8, që lidh perëndimin me lindjen, po themi, që kjo historia e portit ka një histori konflikti edhe me portin e Pireut, me portet e Greqisë dhe është zvarritur gjithë këto vite sepse ka patur interesa strategjike në pikpamje të prioriteteve. Porti i Durrësit është dera, është porta më e afërt që lidh Adriatikun me Ballkanin dhe futet në gjithë Evropën e lindjes. Pra, kjo gjë është strategjikisht e dështuar me qëllime të caktuar nga kryeministrat e Shqipërisë. Sot që ka ardhur ky fat, përsëri kryeministri i Shqipërisë kërkon t'ia jap një kompanie ruse për të përmbushur qëllimet e tyre. Gjithë reagimeve të NATO-s dhe të ndërkombëtarëve, ndërtohet porti sipas standardeve që kërkohen? Porti, e di ku ndërtohet porti? Unë them që për të qenë transparent. Po. Edhe për ta dashur sa më shumë Shqipërinë, le t'ia jap NATO-s ta ndërtoj. T'ia jap NATO-s. NATO ta marrë përsipër. Të ndërtoj edhe portin civil, edhe pjesën që i duhet NATO-s për qëllime ushtarake. Vetëm atëherë do kemi ndershmëri, seriozitet dhe atëherë me të vërtet Shqipëria do jetë pjesë e korridorit të 8
me seriozitetin më të madh dhe me përfitimet më të mëdha për ekonominë shqiptare, por edhe për rolin strategjik të NATO-s. I pari që kërkoi prezencën e NATO-s në Shqipëri ka qenë kryeministri Edi Rama në vitin 2022, i cili ka vajtur se më kujtohet. Çka ka kërkuar? Histori ka kërkuar prezencën e NATO-s dhe një hapësirë është, po themi në thonjza, është vetofruar kryeministri nëse u kujtohet në 2022 në Bruksel që thoshte që shiko, kërkojmë t'jeni edhe ju prezent në portin e Po pse edhe ju? Kërkojmë t'jeni ju. Kërkojmë t'jeni ju, pra, se thash unë gabim. Po si ka mundësi? Po si ka mundësi që ka bërë tender mbrapa shpine? Tani këtë. Ore gjok, kjo thirrja për të anulluar tendri i Porto Romanos nuk ka ardhur nga unë, as nga Nardi. Ka ardhur nga NATO, o zotri. Po ka ardhur nëpërmjet dhomës amerikane të tregtisë. Ai nuk e dëgjoi zërin që i erdhi nga dhoma amerikane, ja dërguan nëpërmjet marshallit. O Andi, ai port, korridori 8 ka pasur dhe ka gjithmonë kundërshtar të rëndësishëm. Dhe dy kundërshtar. Jo mbreta vendi dollas, ka pa kush i pyet kundërshtar brenda. Rëndësishëm janë Beogradi zyrtar dhe Shkupi zyrtar. Të ta them pse? Po. Edhe Greqia vëlla. Sepse edhe Greqia, gjithë rruga, Greqia është pa më pak. Greqia ka qenë vazhdimisht. Gjithë rruga. Sepse kalon tregu rruga që vjen pra nga Turqia në Bullgari, sot pjesa më e madhe e trajë mauneve kalojnë nëpërmjet Shkupit, Beogradit dhe kalojnë në Budapest ikin. Është tendencial. Tani korridori 8 presupozon që të kalojnë Durrës, të vinë në Durrës, pra në Qaftan dhe të vinë Durrës dhe nga Durrësi pastaj nëpërmjet portit të kalojnë në Adriatik sepse kostoja shumë herë më e ulët nga ana. Mi po nuk e intereson Beogradi sepse ti tani si s'do kalojnë në Beograd dhe në Shkup. Kjo histori, pra ka pasur gjithmonë të kundërshtar kjo historia e portit. Paska një të drejtë kryeministri kur thot aty. Se këtë tha pra tani Nard, se bëri tendrin nga mbrapa, se bëri tendrin mbrapa shpine. Desha të them një gjë tjetër dhe ta pse i skualifikoi se duket sikur po mbrojun qeverinë. Ore pse i skualifikoi kompanitë serioze të Evropës. Dhe redit cili është një rrezik tjetër. Rreziku tjetër është që ne do paguajmë ca lek, ca si shumë miliona euro. Si që paguam gjermanëve. Alabarit. Sepse afati kohor për fillimin e punimeve zyrtare për Durrës Marinën ka përfunduar. Do të ishte zhvendosur porti. Po, se lidhet me zhvendosjen e portit vjetër dhe portit ri. Sepse kontrata që ka bërë Alabari ka thënë që po ja fut kot tani. Në 1 janar 2026 duhet të më lirosh vendit që unë të filloj punimet. Po, nëse kemi liruar. Nëse kemi liruar, dhe Alabari përpara 3 ditësh të doli dhe të tha aty, ne a mund ta rishikojmë tha qëndrimin tonë për Durrës Marinën. Kjo nisur edhe nga lufta që ka plasur në lindjen e mesme. Dhe në momentin kur këto do tërhiqen, sepse të gjitha kontratat me të huaj, që prej vitit 2014 ku ka ardhur piktori i Surrelit në pushtet, bëhen të gjitha me arbitrazh në Londër ose në Paris. Dhe ti e ke humjen në xhep. Të sigurisht ti marrë dhe Alabar. Sigurisht do marrin lekët tua dhe të mia, nuk do marrin lekët atia. Mos e flinë nga... Po si ishte një kompani amerikane që do sekuestroj ca asetet Shqipërisë një 14 milion euro, Begetin Crown tjetër. Ja, ma ato janë të vogla në raport me këta. Ato janë kështu në gjatë vëtë ne nuk kemi vetëm 2... Ore, na e kujtove. O, Nardi na e kujtoj. Ke pas dëgjuar kryeministrin Rama që thoshte që Beketi nuk do të morë edhe 100 dark lek. Ishte Arben Ametaj që tha do bëhet çmos si ta mbroja, tha se nuk e ndjej që ishte kaq keq, dhe Ametaj reflektoi vonë. Ore jo. Kryeministri Rama ka thënë as 100 dark lek nuk do të marri Begeti nga parat e shqiptarëve. Tani po na i vjel. Vetëm se po i vjel tek Anta dhe buxheti i shtetit furnizon Antën me rejse.